cilët një pjesë e kanë përshkruar përmes këngës Pejen. Cila është kënga më e mirë sipas jush që i dedikohet Pejes? Po është konga me Di Bajrit Pejo Lule Dugazhiti. Faleminderit. Po sa i përket asaj se femrat më të bukura janë të Pejes, ç'a mendoni cila është gruaja më e bukur pejane? Aty është problemi, me fort. S'kisha mujt me fort, cila është më e bukur, ka shumë të bukura në Pej. Faleminderit. Arbeni, sigurisht se ka edhe ndonjë pyetje për juve që mos me ju marrë kohë për shkak të ngarkesës që e keni gjatë ditës sotme. Arben, patet një pyetje? Besoj po më dëgjon kryetari. Kryetar, sot kam menduar që i di gjitha traditat në Pej, sa i përket sidomos ushqimit. Sot ma treguan një tradit që pas ka qenë me pare me fut në pite, edhe kush e gjeni pari. Aba pas ka fut një pare në pite për pare, një 2 marksh, edhe kush e gjeni pari. Pse s'm ka ndodhur në herë kur kom porosit në Pej me mshtin e kush pare në hamburger? Ajo bëhet në fillim të prillit dhe zakonisht i japin datira që e kanë të preferuar fëmijës më të vogël në familje. Nuk pas na shën me i preferuar asnjëherë në Pej, sa që kam hangër ushqim. Mirë, uroj që gjithë tradita dhe gjithë shka tjetër. Çokolisa është në rregull, kryetar, nuk po bën problem, a? Për momentin jo, deri në gjysë e kem rregullu. Mirë, shpresojmë që të shkoj deri në fund. Shumë suksese dhe shumë punë të mbarë në Pej. Ishte kryetari i Pejës Gazmend Muhaxheri për dhënë natyrisht gjithë këtë kulturën dhe jetën sociale që jemi duke e sjellur sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Më ktheni mua në dalje, do të flas pak për daljen e qytetarëve, për pak do ta kemi, kam përshtypjen edhe raundin e dytë